Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rikonfirmimi i Lumir Abdiqikut në krye të LDK-s u përshëndet nga ushtruesi i detyrës së presidentes Albulena Haxhiu. Njëkohësisht, si kryetare e Kuvendit e Kosovës, ajo e komentoi si një zhvillim që mundson vazhdimin e takimeve ndërmjet partive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit. Është lajm i mirë që tashmë kemi pas një mbledhje të LDK-s dje. Pra lajm i mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë takimet. Haxhiu kërkoi angazhim maksimal dhe seriozitet nga gjitha palët për të arritur një marrëveshje me konsensus për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së Republikës Kosovës. Të thirren dhe të mbahen dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrijm pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së vendit. Partia Demokratike e Kosovës rikonfirmon pozitën e saj opozitare. Pas takimit me ushtruesin detyrës së presidentes, Vlora Çitaku përjashtoi mundësinë e bashkëqeverisjes me lëvizjen vetëvendosje. Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojmë të adresojmë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës kaq. Duke folur për zgjedhjen e presidentit, ajo tha se kjo çështje nuk duhet parë si një vend pune, por si një proces që ndikon drejt për drejt në vazhdimsinë e qeverisjes. Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Për ne, po aq është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SHBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e mediave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella dhe zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit edhe një qeverisje 4 vjeçare. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri pas takimit me përfaqësues të partive të tjera dhe me kryetaren e Kuvendit Albulena Haxhiu kërkoi konstituim të Kuvendit, përndryshe sipas tij konfirmohet synimi për shkuarin në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Data e seancës është saktuar me 6 gusht, një ditë para përfundimit të afatit kohor që duhet të ketë një seancë brenda 30 ditë. Çështja e dytë që e kam ngrit, si shqetësim, që kërkon interpretim, ka të bëjë se kur do të konstituohet kuvendi dhe kur do të konstituohet institucioni. Kuvendi i Kosovës nuk duhet të bëjë lojna dhe ta shtyjë konstituimin e vet më larg se me datën 7 gusht. Përfaqësuesi e lëvizjes vetëvendosje Arbëria Gapsi njoftoi se pas takimit me kryeparlamentaren Albulena Haxhiu ka përcaktuar hapat për konstituimin e kuvendit, ndërsa shpreu pritjen që shumë shpejt të vazhdojnë dhe bisedimet politike për formimin e institucioneve të reja. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lirohet nga burgu ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, do të vijojë të mbetet masën e sigurisë arrest në shtëpi. Vendimi morë nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pas shqyrtimit të kërkesës së Beqajt për shuarjen e masës arrest me burg. Argumenti i përdorur është tejkalimi i afateve të paraburgimit. Avokati i Beqajt, Ermal Lyzeiraj, tha se kërkesa ishte për shuarjen e afateve të paraburgimit, meqense gjykata më datën 27 korrik mori vendimin për kthimin mbrapsht të akteve të dosjes së prokurorisë dhe kjo i bashkon afatet e seancës paraprake tek afatet e hetimit paraprak. Për këtë arsye shuhen automatikisht për shkak se ka kaluar një periudhë goxha e gjatë afatet e paraburgimit. Vendimin e sotëm ne nuk do ta apelojmë, po edhe prokuroria nuk do ta apelojë dhe prokuroria ishte dakord për arrestin në shtëpi. Ushtria shqiptare është pajisur me 40 mjete të reja para taktike të prodhuara në Shqipëri. Prodhimi është nga Timak Defense, ku është pronar dhe shteti shqiptar. Në ceremoninë e dorëzimit, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë si një hap të rëndësishëm për industrinë ushtarake shqiptare, duke thënë se vendi po hyn në një fazë të re të prodhimit të pajisjeve të mbrojtjes. Këto mjete janë mjetet prodhuara këtu në vend. Janë 40 mjete të prodhuara në bashkëpunim me kolos të industrisë së automotivit, të cilët i kanë besuar Timakut dhe të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me Timakun dhe për cilët Timaku merr pjesë të caktuara dhe pastaj këtu bën të gjithë prodhimin e mjeteve. Janë mjete të cilat i vijnë në dispozicion ushtrisë shqiptare. Kryeministri njoftoi gjithashtu se aktualisht po prodhohen dhe 14 automjete të reja zjarfikse. 14 zjarfikse të reja po prodhohen sot që flasim nga Timak. 14 zjarfikse ne nuk i kemi bërë dot bashkë në 14 vjetë.
në të njëjtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pas zjarr fikse, ndërkohë që sot kemi një flotë zjarr fiksesh jo të vogël, por krejt të pamjaftueshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.